Denis Bajri alias Brajovic, i dosjes Metamorfoza, akuzon kundërshtarin e tij të përbetuar të shumë kërkuarin, Ibrahim Liçi, se urdhëroi sulmin ndaj tij brenda qelisë së burgut të Fierit. Gjatë dëshmisë së dhënë para hetuesve, Bajri, të cilin tentuan ta vrisin me thikë artizanale brenda burgut, ka pretenduar si Rugen Zotaj e sulmoi me porosi të Liçit. Aldo Gjini kërkoi të më takonte. Ai erdhi në qelinë time bashkë me Rugen Zoton. Ky i fundit më dha një telefon. Në linjë ishte Ibrahim Liçi. Ai më tha jeta jote kaq e pat. Në atë moment Zoto tentoi të më sulmonte me thikë, deklaroi ndër të tjerë Denis Bajri. Gjatë përleshjes Bajri dhe Zoto mbetën të plagosur duke u transportuar për ndihmë mjekësore. Pas ngjarjes, Komisioni i Disiplinës në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve vendosi të përjashtoi 8 efektiv të policisë dhe të referojë në prokurori për shpërdorim detyre. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat në burgje është duke hetuar për të nxjerrë përgjegjësinë e punonjësve të policisë, të cilët kanë lejuar lëvizjet e të dënuarve dhe të paraburgosurve nga njëra godinë në tjetrën, si dhe faktin se ata kishin telefon send rreptësisht të ndaluar në Shqiri.